është gati, unë mendoj se dhe pozicioni i partive shqiptarëve të vlenit në këtë qeveri ka ardhur në limitet e tyre, mendoj se e kuptojnë këtë lloj perceptimi të qytetarit shqiptar që duhet marrë një vendim i cili do të nderonte ato dhe padyshim do të ndihmonte dhe kauzën e shqiptarëve, por edhe Maqedoninë dhe qeverinë aktuale për të integruar drejt Bashkimit Evropian, atë që thatë ju që është shumë e rëndësishme integrimi, për faktin se Maqedonia e Veriut dhe Ballkani tërësi është shumë i vogël, është i papërfillshëm për Bashkimin Evropian dhe ne kemi nevojë për një mbështetje për integrim për të stabilizuar situatën. Edhe kundërta e kësaj, ushqem një lloj kaosi, një lloj pasigurie dhe mungesë perspektive e cila reflektohet në ikjen e popullatës dhe në një pagjedhurshmëri të politikave të cilat nxisin vazhdimisht krizë. Por po prap këtë e lidhim edhe me zhvillimet e asaj që quam intereset e lindjes dhe perëndimit, ku edhe Maqedonia është e ndarë në këtë lloj situate, bota slave kuptohet që ka interesat e veta që sillen rreth Serbisë dhe Rusisë, ndërkohë shqiptarët nuk duhet edhe nuk kanë pse të ngelin peng të të kësaj situate, për faktin se deklarativisht edhe pala Maqedona se çdo politikan pajtohet që duhet integrohet vendi drejt Bashkimit Evropian, ashtu siç ndodhi me hyrjen në NATO dhe nuk i ndodhi asgjë e keqe se ndryshoi emrin kushtetues, edhe pse ato këtë moment e quajnë si një disfat shumë të madhe dhe që kanë një thyrje të krenarisë së identitetit të tyre të ushqyer thuajse nëpër masa artificiale, për faktin se nuk janë Maqedonas antik, por janë të ardhur, janë Maqedonas slav dhe ato e kanë të vështirë që të pranojnë edhe ato pjesë, si thua, të historisë së tyre. Pra janë një sër kompleksesh të cilat e kompleksojnë qytetarin dhe politikën e atjeshme dhe nuk krijojnë horizonte të reja për cilat kërkon koha sot që të jemi më të hapur drejt botës së civilizuar dhe vendeve partnere si që është Bashkimi Evropian, Amerika dhe NATO, ato që të sigurojnë një lloj mirëqenie dhe sigurie. Në këtë mes më fal Kim, do të isha një këndvështrim tuaj edhe për rolin e Bullgarisë. Kohët e fundit ka pas presion nga Bullgaria ndaj qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ne e dim identitetin dhe origjinën e Maqedonave, se çfarë grupimi etnologjik janë. Po në këtë mes si e shihnin rolin e Bullgarisë? Atëherë, ajo çfarë në dijenin time kërkon Bullgaria është që të njihet komuniteti i bullgarëve të cilët jetojnë në Maqedoni të jenë pjesë përbërëse e kushtetutës si komunitet. Dhe në kuadër të kësaj edhe një pjesë të personaliteteve të botës të mëhershme, historike, luftarake, por dhe të disa ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në luftrat lufta ballkanike dhe luftat për pavarësitë. Ashtu. Dhe tani unë mendoj se mungesa e gatishmërisë nga ana e palës së Maqedonas, kryesisht tani nga ana e VMRO-s, është më shumë domethënë për një lloj politike nacionaliste që ato duan të ngrehen për të qëndruar më shumë pushtet se sa realisht kanë të drejtë në esencë. Është e pa kuptim sot ti mohosh tjetrit për ta njohur si identitet nacional dhe kulturor. Por çfarë ndodh, unë mendoj nga në perspektivë nga frika që ato ushqejnë tek vetja, bashkë me njohjen e komunitetit të bullgarëve, do të kemi një rënje të përqindjes së maqedonasve në atë shtet. Dhe kjo i frikson se në një të ardhme, ato nuk do të jenë si thua faktori kryesor, por do të kenë një rënje e cila ndoshta mund të dominohet në perspektivë nga shqiptarët, këtu e kanë frikën për faktin se rrethohen nga dy shtetet që janë shqiptare, dhe në brendësi të vetë shtetit të Maqedonisë së Veriut, shqiptarët janë në numër mbi 30%. Ashtu, duke mos përjashtuar këtu, si thua, dhe elementin e mëvonshëm edhe të shqiptarëve ortodoks, të cilët akoma nuk kanë atë guxim që të deklarohen hapur dhe që të bëjnë pjesë e politikave të subjekteve shqiptare. Fronti Evropian, i cili u krijua për mendimin tim, është një shqetësim i madh nga klasa politike maqedonase, sepse për herë të parë shqiptarët arritën që të marrin një kontingjent të votash
në frontin evropian nga pakicat që janë vlehët, romët, turqët e kështu me radhë. Sepse deri tani i kanë kontrolluar kryekëpull 2 partitë maqedonase të mëdha, LSDM dhe VMRO, ndërkohë që për herë të parë komunitetet e vogla afrohen dhe politikisht duke u bërë pjesë e koalicionit të një subjekti të madh shqiptar si që është BDI. Dhe nga këto lloj lëvizjesh tektonike, si të themi, në aspekt të politikës, partitë maqedonase, kryesisht VMRO, ka një shqetësim dhe ndroje se do të ndryshojnë në mënyrë drastike pozicionet në politikën e atij shteti, të cilat lidhen, them, edhe me zhvillimet në mes Serbisë dhe Kosovës. E gjithë shpresa atyre është se ushqej një lloj shprese se mund të kemi një rikëthim të dominancës së ruse në Ballkan, të një ripozicionimi apo të një mini Jugosllavie nga ana e Serbisë, nëse kemi edhe krahinën e serbëve në Bosnën që mund t'i bashkohet ashtu siç ato pretendojnë Serbisë, dhe Maqedonia këtu e shikon veten si thua në simbiozë me Serbinë që të shpëtojë nacionalitetin e vet. Këtë them në plan afatgjat. Jo, dhe kjo është iluzore, krejtësisht duke parë zhvillimet e fundit, reagimin evropian ndaj Rusisë, deri diku dhe reagimin amerikan kur vjen puna për interesat e përgjithshme, një shtet tampon si Maqedonia do mbetet ashtu siç ka qenë historikisht një shtet tampon për të realizuar ekuilibrat ballkanik, dhe nuk besoj sepse me këto lëvizje të qeverisë apo partive politike të VMRO-s dhe PNM-s të Maqedonisë së Veriut do të influencoj, përkundër se ata duhet t'i druen, nëse duhet t'i druen, sepse prisja e ekuilibrave mund shkaktoj dhe jo se ne shqiptarët t'i druemi, po mund shkaktoj një fenomen të ngritjes së gjithë shqiptarëve si një identitet nga identitetet e meshumicës të popullsisë në trojet shqiptare në Ballkan. Zoti Bekim, ju falenderoj mjaft për këtë analizë mjaft të hollësishme. Më vjen mirë që ju njoha, sepse shoh se keni një njohje të thellë jo vetëm problemeve reale të përditshme të shqiptarëve në Maqedoni, por edhe të problemeve dhe interesave gjeopolitike dhe politike të forcave politike në Maqedoni. Të shpresojmë që shqiptarët të vi koha të i thrasin ndërgjegjes së tyre, të mbështeten tek mendjet e ftohta, duhet që interesat shqiptare mos lihen peng të interesave të ditës, sepse do të bien peng të atyre të cilët kanë aktualisht një farë shumicë politike në Maqedoni dhe natyrisht kjo ndikon në elemente të tjerë që ju i përmendët në emigracionin masiv që ekziston nga trojet shqiptare, kudo, dash në Shqipëri, dash në Kosovë, edhe në Maqedoni, dhe ne si shqiptaro-amerikanë që jetojmë këtu me bashkëdhetarët dhe bashkëvendasit tanë me origjinë nga gjithë trojet shqiptare, e shohim këtë, e shohim edhe tek ato shoqatat e ndryshme shqiptaro-amerikane me shqiptarëve me origjinë nga Maqedonia, sikur se thatë ju edhe Kërçova. Ju faleminderit për praninë tuaj në studio. Do t'ju kemi edhe herë të tjera për të diskutuar për problematikat të tjera. Jeni mirë pritur. Me shumë kënaqësi, ju faleminderit për kohën që ndat. Ju uroj shëndet e mbarësi në punën tuaj që unë quaj si mision dhe jo punë të rëndomt. Respekt. Ju faleminderit zoti Bekim, të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Ishim direkt me Viper, me zotin Bekim Adili, drejtues i shoqatës kulturore shqiptarëve në Shkup. Do të takohemi me emisionet të tjera me të ftuar të tjerë. Miru takofshi.